Rikthyer, jemi live në review, teksa me duke ndjekur hap pas hapi edhe marshimin, kështu që regjia më ndihmoni pak me këto pamje të drejtë për drejta para se të futemi në bisedë. Teksa sigurisht me duke ndjekur edhe këtë protestë e cila duke zhvilluar moment pas momenti, ky është edhe momenti i marshimit. Regjia, më ndihmoni pak se nuk ju dëgjoj në kufje. Teksa ju kërkoj her pas here që të shohim edhe pamjet e kësaj proteste apo të rikthehemi në studio. Ndërkohë, Adri Nurellari na është bashkuar jo në vend të Albatrosit, në vendin tënd. I freskët nga protesta. I freskët nga protesta, si ishte protesta nga afër? Jo, shumë mirë, është ka entuziazëm, janë stoik, është befasuese dhe unë ende se besoj që po ndodh, më thënë drejtën. E pickoj veten se më jam akoma kështu, më duket si një realitet. Edhe vazhdo me këtë pinkun të në forma të ndryshme, por nuk i mungon. Përpiqem të solidarizojmë aty edhe mendoj pak edhe duke ardhur edhe bisedën tuaj, kam përshtypjen që njerëzit kanë një pritshmëri të egzageruar ndaj protestës. Edhe të kuptuar që protestat është një lloj, është një shprehje e Voltairit, thotë le mieux l'ennemi du bien, domethënë perfektja është armike të mirës. Edhe shpesh janë duke kërkuar nga këtë protestë me zgjidh tëra problemet e njerëzve të Shqipërisë me një gur të rëndë. Domethënë presin edhe të zgjidh korrupsion, kriminalizim, edhe nuk e vlerësojnë protestën për këtë që është, këtë që ka ndodhur tashmë dhe impakt që ka pasur. Pra, kjo kërkesa për përsosmëri është tepruar, me të drejtën. Kërkojnë bile, më ka rastisur sa studio të kërkojnë ku është programi, ku është qeveria në hije, ku janë zgjidhjet, ku është plani i zhvillimit, kjo është qesharake. Është qesharake dhe ju do të kuptuar që një protestë nuk matet vetëm nga rrëzimi i qeverisë, në ca raste ka dalë, siç ka dalë për shembull me qeverinë Rosen Zheleskovit në Bullgari në dhjetor, por matet nga zgjimi qytetar. Pra arritja më e madhe nuk është fitore politike menjëhershme, imediate, por fakti që ka thyer apatin, ka thyer dorëzimin, ka mobilizuar njerëz. Dhe ideja që me një nga protestat kërkojnë që dalë me program qeverisës edhe me ekipe, me kabinete në hije është më duket. Ti studiuesi politikës, pse mendon që është herët që kjo protestë, kjo lëvizje të ketë një produkt? Cili do qoftë? Po sepse është shumë horizontale, është shumë laramane, ka njerëz që vinë nga segmente të shoqërisë, nga profile ndryshme, nga përkatësi dhe ideologji të ndryshme që janë bashkuar për një gjë të madhe, dhe ajo që ka të bëjë me keqeverisjen, me zbatimin e ligjit, me luftën kundër kriminalizimit, me luftën kundër arrogancës. Pra, nuk kanë ato elemente tipike që mund të bëjnë një parti politike monolite, siç e do, që ka të bëjë me përkatësi ideologjike ose vizion. Dhe por ama që do të kuptuar diçka që historia tregon se ndryshimet më të mëdha vijnë nga protestat. Por fillojnë me protestat, por nuk janë protestat që kanë plan perfekt, sepse tani për shembull jemi në jubileun e 250 të revolucionit amerikan edhe të shpalljes së pavarësisë së Amerikës, edhe ata kur kanë nisur, ata nuk kishin planin perfekt, nuk kishin kushtetutën gati, nuk kishin qeverisjen gati, domethënë ajo deshikohen e vet. Dhe ka shumë të tilla, edhe lëvizja për shembull amerikane kundër segregimit për drejtat civile, ajo lëvizje pati sukses me ndryshime që ndodhin gradualisht, por ajo që ndodhi kryesore është që protesta nuk e ka qëllimin me i zgjidh tëra problemet si një panacea, si një shkop magjik, kështu si një, por ka si qëllim që qytetarët të binden se ndryshimi është i mundur. U bë kjo gjë. Pra 27 ditë mendojnë që mendojnë që e dha sinjalin. Unë mendoj se nuk është mjaftueshëm. Jo në sensin që nuk duhet vazhdojnë, në sensin që u dha një mesazh pra qytetarët reagojnë. Pra, po çfarë vjen më pas? A duhet të ketë diçka më pas sipas teje që të tregojë që kjo protestë është çështja është e tillë që kjo e rëndësishme apo jo? Dhe këtu do ndalë diçka shumë e rëndësishme. Besoj unë sepse lidhet edhe me ato bisedë që kishim pak më herët, por edhe me bisedë që e dëgjoj shpesh edhe shikoj që mua ata njerëz që do duhet sot t'ju bashkoheshin studentëve, mua të kërkojnë llogari studentëve edhe të rinjve ku janë programi juaj, ku është vizioni për Shqipërinë.
Po ku është elita këtu? Sepse një gjë që ka ndodhur faktikisht me këtë protestë është që ka nxjerrë të zhveshur elitat. Domethënë ajo që dishin intelektual, ata 1600 pedagogë të brendshëm e të jashtëm që kanë Universitetin e Tiranës. Ku janë ata? Ka pedagogë aty? Nuk ka, ja shumë pak, edhe numra me gishta edhe s'kan kurajë një shumicë të pedagogëve të flasin për këtë gjë. Ku ka ndodhur protestat? S'ka pedagogë thuan protestë? Ta mbaroj për të mos më pyet. Ku ka ndodhur, se kjo është shumë e rëndësishme. Ku ka ndodhur protestat e dhjetorit, u kanë dalë zot studentëve, u kanë dalë profesorët, ju bashkuar. Nuk kanë pritur anash. Kanë dalë ku është në këtë protestë Sali Berisha, Arben Imami, Gramos Pashko, Eduard Selami, shumë profesorë, Gens Rulli të asaj kohe. Pra ku janë profesorët? Sepse bëjmë analogji, Adri, këtu është qasje e gabuar. Me le të gaboj mua edhe balla po qemi bashkë me opinionin publik. Se tani edhe na bën pyetje edhe nuk do të ndërpresim pak Më vështirë. vjen keq, unë s'e kam mbaruar komendimin tim. Ajo që po them unë këtu, dhe analogjia është për treguar